Mirë se erdhët në përballje podcast në telegrafi.com. Unë jam Muhamet Hajrullah. Kosova midis politikës, shoqërisë dhe diasporës. Një pasqyrë që mund ta kemi në këtë podcast të radhës në përballje podcast. Sot do flasim pra për Kosovën, një këndvështrim ndryshe edhe nga asaj që mund të shihet edhe nga Kosova, edhe nga jashtë. Do të flasim për politikën e brendshme, për kulturën dhe po artin, dhe për kë më mirë se për këto tema në studio unë kam gazetarin, shkrimtarin dhe publicistin Enver Robili. Enver, mirë se po takohemi. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Unë e di që ty në Kosovë shpesh, po besoj edhe jenë që shpjetonën natyrisht. Jo mes asaj që jenë Zvicër dhe po je si gjithë, si në Kosovë, si në Zvicër. Është e vërtetë se në thelb edhe për shkak të lidhjeve shumë të ngushta mes Kosovës dhe Zvicrës, në paka shumë Kosovën e shohim edhe si kantonën e 27 të Zvicrës, po nga njëherë edhe Zürichu duket si kryeqyteti jo zyrtari i Zvicrës në këtë kuptim unë vi shpesh. Vi edhe për arsye profesionale, edhe për shkak se Prishtinën e kam edhe si qendër ku mund të shkoj pastaj edhe në shtete tjera, Shqipëri, Maqedoni, në Serbi, sepse e mbuloj gjithë rajonin. Kështu që po, domethënë jam më shumë se mysafir i rregullt në këtë qytet. Absolutisht, do shta qëllimisht me hap se diskutim këtë podcast jo intervistë klasike, le të përmendet që ky podcast përkrahet nga kompania Exfis. Atëherë me lëvizjet tuat shpeshta Enver edhe nga këtu edhe nga jashtë, ne sapo përfundum një cikël të zgjedhjeve, si duket ky vit na nisi me zgjedhje, po përfundojmë me zgjedhje dhe do të vazhdojmë me zgjedhje, sepse kështu të paktën analizat e brendshme po shihen edhe me ngërçim politik, nuk po shihet në horizont që mund të kemi një qeveri tjetër të re të shpejt për shkak të këtij ngërçje dhe mos bashkëpunimit partive politike. Çush e ke pa situatën nga jashtë? Pasojën e polarizimit të tmerrshëm mes klasës politike në Kosovë, ku interesat e shtetit nuk vihen në radhë të parë, po kalkulimet e brendshme elektorale, dëshira për ta poshtruar tjetrin, ambicia për të pasur ose për ta siguruar një pushtet të pakufishëm, edhe një kulturë bukur e prapambetur sa i përket aftësisë për kompromis me palën tjetër. Është shumë e qartë se ajo çfarë ka ndodhur në vitin 2021 me një fitore plebiscitare të lëvizjes vetëvendosje në zgjedhje, është shumë vështirë të përsëritet, edhe shumë faktorë kanë çuar në atë situatë të vitit 2021. Prandaj do duhet kishte një aftësi më të madhe nga gjitha palët, sepse këtu nuk është vetëm një palë që e bardh fajin kryesor, po tani vendi ka mbet peng i egove të politikanëve të ndryshëm, të cilët kanë ambicie që ta dërgojnë njëri tjetrin në zgjedhje me akuzën se ky është fajtori. Është mbetet qytetarëve të Kosovës të shohin se cilin do ta targetojnë më shumë si fajtor të gjithë kësaj situate. Por në përgjithësi mendoj që është një sinjal jashtëzakonisht i keq, sepse bota po ndryshon me hapa shumë të mëdha dhe nuk kam fjalën po ndryshon me inteligjencë artificiale, me zhvillim teknologjik, po ndryshon edhe për shkak të orientimeve të reja gjeostrategjike, po ndryshon për shkak të luftrave që i kem afër e larg, domethënë afër Ukrainën edhe pak më larg lindjen e afërt. Dhe kam përshtypjen sikur politikanët e Kosovës bën sikur kjo nuk ka të bëjë asgjë me neve, ne jemi këtu për të zhvilluar këto betejat e ndyra të brendshme politike, pa pasur një ide se çfarë duhet bëhet me këtë vend, në kuptim të reformave, në kuptim të ndryshimeve, në kuptim të gjërave shumë të thjeshta, të pastrimit të qyteteve, të pastrimit të ambientit. Unë mendoj që një të problemet më të mëdha që ka Kosova është shkatrimi i ambientit, dhe për këtë gjeneratat që do të vinë në vitet e ardhshme, dekadat e ardhshme do të paguajnë një çmim jashtëzakonisht lart. Kështu që në këtë drejtim sjellje jo aq e përgjithshme, edhe nëse shikoni ju për shembull zgjedhje kemi pas në shkurt, zgjedhje parlamentare, tani patëm 2 raunde zgjedhje lokale. Eventualisht ose ekziston rreziku të ketë zgjedhje me 28 dhjetor, pastaj prap në prill që i bie, domethënë brenda një viti. Unë bile pak për me banalizu këto, thash meraklit zgjedhjeve kemi filluar u bë duke mos e shtu këtë saksisht që e përmendet e pjesa e parë, pra një farloj papërgjithësie e pjekurisë politike të liderëve të partive politike, që nis nga të gjitha subjektet politike të dikush më shumë, për shkak të peshës së përgjithësisë e të dikush më pak. Po në kuvend Kosovës kanë përgjithësi të gjithë, po besoj, dhe atje duhet
që ne edhe sot me deklaratat e fundit po shohim që nuk po shkojmë drejt një zgjidhje dhe zgjedhjet janë shpesh në demokraci, zgjidhja e mirë që mund ta shpërfash një farë lloj situate të re pastaj. Po çka po na sjellin pastaj prap zgjedhjet e reja, që realisht nuk ka në ndryshim të madh, të paktën nga situata të cilën e diskutova edhe te. Çështja është ndoshta ndonjë parti dëshiron të marrë një leksion shumë të qartë nga elektorati në mënyrë që pas zgjedhjeve, kurdo që mbahen ato të parakoshmet, të reflektoj që elektorati të jetë ndoshta pak më i bindur për një kompromis politik, por në përgjithësi të organizosh ose të rrezikosh të mbash zgjedhje brenda një viti 5 herë radhazi. Pra Kosova nuk është Zvicër, nuk është Suedi, nuk është Belgjik, në kuptimin kur po them funksionon mekanizmi institucional shtetor, administrata. Nganjëherë po mduket që Kosova është bo Zvicër për shkak se ka shpesh ka zgjedhje. Në Zvicër dihet që ekziston demokracia direkte dhe atje votojnë edhe në referendum për çështje shumë të ndryshme. Por sa i përket cikleve zgjedhore, Kosova faktikisht ju ka ofruar Zvicrës si vjet, po ata e kanë më shumë me referendume se sa me zgjedhje, se zgjedhjet i mbajnë si çdo kund në vende demokratike një herë në 4 vite. Kështu që më duket një papërgjegjësi e madhe, por Që reflekton kjo nga jashtë, edhe ne jemi më shpesh këtu përdeshëm, po shpesher kur bashkë bisedona me njerëz të ndryshëm edhe të gazetar përcjell, shkrimtar, përcjell nga afër situatën, e din çfarë po ndodh edhe me kontakte që ki, edhe me njerëz të diasporës që janë jashtë, por edhe me institucione, me miq të ndryshëm në Kosovë. Që shihet kjo situatë nga jashtë, sepse na nga brenda pedim pak a shumë ç'është situata. Apo nuk dallon shumë kjo? Nuk, them drejtën, nuk është që ka ndonjë brengosje të madhe çfarë po ndodh në Ballkan përgjithësi, as në Kosovë. Unioni Evropian është i përballet me probleme të tjera. Po ka fokus tjetër. Do duhet të kishte, sepse situata është dramatike sa i përket Ukrainës. Pastaj të organizosh gjithë ato ndihma për Ukrainën, të krijosh një konsenzus mes 27 vendeve brenda Unionit Evropian, ku 2-3 shtete janë jashtëzakonisht skeptike sa i përket ndihmës që i japet Ukrainës. Hungaria vazhdimisht ka bllokuar. Në Republikën Slovake ka fituar një popullist i cili është jashtëzakonisht i takon si thua kampit pro Putin. Dhe këto janë, domethënë është shqetësimet e Unionit Evropianit niveli shumë të lartë, se janë këto ballafaqimet e përditshme lokale në Kosovë. Domethënë thonë një zyrtari në Bruksel, Kosova s'po mund të bëjë qeveri, thotë po mirë, le të vazhdojnë ashtu derisa të vinë mend edhe të jenë të bindur që duhet ndryshuar diçka. Po në radhë parë duhet të ekzistojë vedia këtu që çdo stagnim është humbje jashtëzakonisht e madhe për gjithë qytetarët e Kosovës. Dhe diçka që nuk po merret sa duhet seriozisht është që njerëzit po votojnë me këmbë. Çfarë do të thotë? Votimi me këmbë që po largohen vazhdimisht njerëz nga Kosova. Në gjitha vendet e Ballkanit, po edhe nga Kosova. Po neve na dhe më shumë për Kosovën. Secili shoqëri dhe po edhe ne është një lëvizje edhe asoj që është truri dorën zemër gjatë viteve të fundit të shan njerëz shumë të ndryshëm. Absolutisht. Sepse në të kaluarën kanë ik baballarët tanë, gjyshit tanë për një vend më të mirë për shkak të situatave të ndryshme gjeopolitike që kanë ndodhur, ndikimit të asoj që në ish Jugosllavi, pastaj represionit që kanë nga Serbia i pushtetit atëshëm, sot po ikin gjeneratat e asoj që duhet të jenë e ardhmja e Kosovës. Absolutisht, sidomos dramatike dhe kjo vërejt në për shumë spitalet Kosovës, gjithë jema pak mjek, gjithë jema pak, për shembull anesteziolog, ka qenë është problem shumë i madh, në Kosova ka një numër shumë të vogël, të duhet kishte shumë më tepër, të cilët me që Gjermania është shumë e hapur, ka hapur tregun e punës dhe po me nuk është edhe që ndershme edhe nga shtetet perëndimore, them të drejtë. Pra ndërtohet këtu pastaj. Absolutisht, domethënë një shtet i varfër si Kosova ose si Maqedonia ose si Shqipëria ose shtetet tjera japin me mira euro për të arsimuar të zëmë një mjek, sepse të zëmë arsimimin mjekë nuk është sigur studiosh sociologji, ku herë mund të shkosh, herë mund të mos shkosh, po ose në një dek tjetër se mos ndihën dhe kush edhe i prekur, po them
mjekësia është një periudhë shumë e gjatë e studimeve që kushton jashtëzakonisht shumë, i kushton shtetit shumë, dhe vjen shteti gjerman dhe i merr kështu të gatshëm dhe ka dhe mjaft debate edhe mes ekspertëve të zhvillimit në Gjermani, të cilët thonë që kjo nuk është qasje shumë e drejtë që ua bëjmë vendeve të tjera, sidomos vendeve të Ballkanit, të cilat po zbrazën, kanë shumë problem dhe mjafton për shembull shumë shqiptarë të Kosovës që shkojnë për pushime në Shqipëri, si vjet sidomos, edhe vitin e kaluar kanë vërejtur që plot e për plot kamarier nga Bangladeshi, nga India, nga Pakistani. Jemi në falën Prishtinë, për shembull, edhe në Beograd kom dëgjuar që takseset, po edhe në të gjitha vendet e Ballkanit do Ramazan. Absolutisht, unë kam jetuar për vete 5 vite në Zagreb dhe po shkoj gjatë para 10 viteve. Tani kur shkoj në Zagreb nuk e njeh qytetin, duket ka qytet tjetër. Sepse thjesht ekonomia kërkon fuqi punonjëse, njerëzit duhet gjenden disi, ndërmarrjet duhet gjenden disi, gastronomia duhet gjendet disi. Dhe kjo është e ardhmja dhe që po na pret edhe në Kosovë, nëse nuk ndalet ky trend, edhe kjo është pasojë edhe e politikës papërgjeshme. Po du mu kthy zotë Robelli pasaj pak ma shumë te diaspora, te ajo se çfarë është duke bë në veri momentalisht, po të kthehemi pak edhe te kjo situata politike, nuk po du me te i kalu për momentin në kohën kur ne po flasim që çdo që ndodhet situata politike në Kosovë, Kosova në anën tjetër vazhdon me met nën masat e Bashkimit Evropian, në anën tjetër Serbia vazhdon të lëmohet edhe nga perëndimi, dhe vazhdon të mbetet edhe me kryka Moska, edhe nga Brukseli, e shpeshherë edhe nga Kina. Por disa protesta të jashtëzakonshme vitit fundit në Serbi, të cilat nuk kanë arrit me pas atë qëllimin final. Pra qëllimi final është largimi i Vučićit nga pushteti, po besoj. Qysh e ke pa këtë situatën gjeopolitike në krahasim me rajonin dhe Kosovën dhe Serbinë, sepse ne kemi, pra thash, masa, dialogu ka stagnim dhe nuk po shihet që ka një hap tutje edhe pas ardhes së administratës rikthimit të zotit Trump si president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo situatë mund të ketë lëvizje në të ardhmen? Është shumë vështirë të parashikohet sepse varet nëse presidenti Trump sheh edhe ndonjë përfitim për vete. Ai duket se ka një dëshirë jashtëzakonisht të madhe që të shpërblehet me çmimin Nobel për paqe dhe ka krijuar shpesh edhe këto situatash ku thotë që unë ndala 8-9 luftra. Edhe na përmend shpesh. Absolutisht, po. Çështja është se kur do ta vlerësoj qeveria amerikane, ekipi i presidentit Trump atë momentin që tani duhet të involvohemi të krijojmë ndonjë skenë siç është pa treguar atëherë me marrëveshjen e Washingtonit, e cila realisht përveç njohjes nga Izraeli nuk ka qenë se solli ndonjë ndryshim të madh. Domethënë Serbia vazhdoi lobimin kundër pavarësisë Kosovës, kundër njohjeve, kështu që është vërtet vështirë e parashikueshme se cilat mund të jenë planet e administratës së tanishme. Interesante duke që kishte javët fundit një debat që si të thuash Shtetet e Bashkuara të Amerikës po synojnë që ta sankcionojnë me një farë forme, ta shndrojnë në politikë zyrtare idenë që mos të ketë ndryshim të kufjeve në Ballkan. Po që nisit si një nismë legislative, domethënë. Pikërisht. Po. A do të miratohet apo nuk miratohet është çështje tjetër, po megjithatë është një lëvizje interesante siç e shohon. Sa i përket trajtimit nga BE-ja që i bëhet Kosovës edhe Serbisë, gjithmonë shtetet që kanë potencial më të madh destabilizues trajtohen pak më me kujdes, po. Mandej Serbia spaku bëhet ashtu sikur ka disa alternativa në politikën e jashtme. Ka një alternativë Rusinë dhe Kinën, po edhe alternativë BE nëse bëhet të hyjë në Kosova dhe Shqipëria nuk kanë edhe shumë alternativa të jashtme politike. Ne kemi Unionin Evropian si synim. Ne nuk mund të themi po nuk u antarësum në Unionin Evropian, atëherë do bëhemi një provincë e Turqisë. Ose do të kemi ndonjë lidhje shumë të ngushtë me vendet e Gjirit Persik. Është e pamundur edhe për shkak se krejt ekonomia e jonë rrjetëzimi është edhe rajonal edhe evropian. Nuk njoh ndërmarrës të drurit në Kosovë që shet kuzhina në Arabinë Saudite, po njoh me qindra që shesin kuzhina në Zvicër, domethënë për shkak të kontakteve të ngushta të ekonomisë, kështu që qëllimi duhet jetë sa më shumë domethënë integrimi edhe i ekonomisë Kosovës në strukturat evropiane, por shumë e qartë që Unioni Evropian e ka trajtuar Vučićin me shumë kujdes, pa i bërë presion të madh, ndoshta edhe për një arsye që
pak a shumë është edhe publike që Vučići është një lojtar i rryer i politikës, po të mos bëhej politikan do të ishte një aktor fantastik, se kur I shikon ato intervistat e tij kur I mban, do thonë është Ose ngjan. lloj do vajtime kur pi Absolutisht, do është ngjan që të flas 2 orë të vajtoj, ta përshkruaj situatën, sigurisht I rrethuar me të gjithë armiqtë e botës, dhe ai është I fundit që po mbron Serbinë. përshpëton Serbinë, po. Po, çfarë desha them është që Serbia në njërin anë ka mbajtur kontakte të ngushta me Rusinë, por në anën tjetër ka eksportuar armë në vende të caktuara evropiane, të cilat pastaj këto armë I kanë dërguar në Ukrainë. Domethënë bëhet fjalë për rreth 1 miliard euro që Serbia ka shit armë në vende të treta, të cilat pastaj I kanë dërguar në Ukrainë. Dhe për një arsye, Bullgaria dhe Serbia janë 2 vendet e fundit në Evropë që kanë një industri që prodhon ende municion që është kompatibël I përshtatshëm për armët sovjetike. Ukraina ka ende shumë armë sovjetike, kështu që është esencialisht e varur nga municioni në Serbi. Kështu që në këtë kuptim Vučići ka ajo politika uljes në karrige të ndryshme ka balancuar deri më tani. Në anën tjetër Me gjithë presionin e mbrëmshëm që ka ndodhur këtë vitin e fundit. Presioni I brendshëm ka qenë I madh, po presioni I brendshëm ishte pa ide se çfarë, do thonë në fillim studentët filluan protestat kundër Vučićit, por ata thoshin që ne nuk duam të kemi punë me opozitën serbe, nuk e injorojmë totalisht, nuk kemi ambicie politike, duam vetëm shtet të së drejtës, po si mund të kesh shtet të së drejtës me Vučićin në krye, sepse ai është personi që faktikisht e ka pezulluar çdo sundim të ligjit në Serbi. Tek pas një kohë shumë gjatë, pas disa muajsh, studentët arritën në përfundimin që eventualisht mund të kandidojnë, mund të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme me një listë të studentëve. Tani po pret gjithë Serbia atë listën e studentëve, parlamenti serbi ka 250 vende, këta po presin atë listë me 250 vende. Po ka pas disa zhvillime shumë shqetësuese, sepse në fillim një pjesë e studentëve kanë tentuar të paraqesin lëvizjen e tyre si një lëvizje pro-evropiane, pro-perëndimore. Por me 28 qershor në ditën e përvjetorin e betejës Kosovës, Vidovdanit, u mbajt në Beograd një protestë shumë e madhe, me nëse nuk gaboj 140.000-150.000 njerëz. Dhe aty e morën fjalën kryesisht eksponent të nacionalizmit, ultranacionalizmit serb, njerëz që të cilët e kanë të njëjtën qasje për Kosovën, stallon fare ndoshta më radikale se Vučići, të cilët janë adhurues të kriminalit luftës Radovan Karađić, të cilët ja urojnë ditëlindjen e të 10 atij. Edhe nëse kjo është ajo Serbia cilën duan ta ndërtojnë studentët, atëherë ta lëm këtë punë se nuk thjesht është jashtëzakonisht vështirë ta mundësh Vučićin me armë nacionaliste. Një person që ka ndërtuar gjithë karrierën e tij me nacionalizëm, I cili si student I Universitetit të Beogradit ka shkuar në afër Sarajevos dhe ka punuar në një radio propagandistike të serbëve të Bosnjës, domethënë ka qenë si thua një farë zëdhënësi I vogël radiofonik I Ratko Mladićit. Sakt dhe ministër I atkohshëm I informacionet. Po, kthehemi edhe te kjo që përmenda te pjesa, megjithatë Kosova në këtë situatë vazhdon me met në masat e Bashkimit Evropian. Dhe sot kur I shkruajmë edhe na në Telegraf edhe kolegë mediave tjera Bashkimit Evropian, është një farloj hezitimi në përgjigje, po jemi duke mendu gradualisht do të hiqin këto masa. Pra, sot vazhdon Kosova në 2025, në fund ka 2 vjet që I kemi ato masa të Bashkimit Evropian dhe nuk dihet fundi final se kur këto masa të BE-s do të hiqen. Dhe çka është më e keq që shpesh herë është që tash arsyeja zyrtare nuk është publike. Pra, a është problemi te ndonjë shtet specifik, si Hungaria me Orban dhe të tjerët, apo është diçka që Kosova s'po e kryen punën e vet dhe këto masa po mbesin. Çysh e ke pa këtë situatë? Tash pyetja është kur themi Kosova s'po kryen punën e vet. Çka duhet me kry Kosova? Kosova do duhej të kërkesë eksplicite e botës perëndimore është të themelojë një asociacion të komunave serb. Qeveria aktuale në marrëveshjen e Ohrit në një mënyrë indirekt ka shprehur një gatishmëri se ajo pika 7 nuk qëndron kot aty, domethënë që sa I përket krijimit të asociacionit. Çështja është që Vučići praktikisht ka ikë nga tavolina, nuk e ka nënshkruar marrëveshjen, me arsyetimin tallës se po I dham dora dhe nuk mund ta nënshkruaj.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkisë i Unionit Evropian, kryediplomati Borrell atëherë doli dhe tha ne arritëm marrëveshjen. Unë jam thjesht skeptik a funksionon një marrëveshje me Serbinë pa nënshkrim. Je skeptik që ajo pa nënshkrim që mund të funksionojë. Edhe për kundërzotimeve që mund të jetë dikush tjetër. Jam shumë skeptik duke pasur edhe parasysh edhe përvojën e deri tani. Ne e dim që më vonë mas atij dakordimi, domethënë që ka qenë vetëm pa nënshkrim. Kryetarja e Parlamentit të Serbisë Brnabić dërgoi letër Unionit Evropian ku tha që ne nuk do ta zbatojmë. Aq më tepër që ajo nuk është ndonjë njohje eksplicite, është modeli i dy Gjermanive që është një njohje e heshtur ose një tolerim i heshtur që Kosova ekziston, thonë nuk ka një njohje eksplicite nga Beogradi. Dhe këtu e shoh si jashtëzakonisht problematik edhe rolin e Bashkimit Evropian, mungesën e një plani shumë të qartë se çfarë Dorën Zamor edhe me ndërmjetësuesin e ri, megjithëse pa disa nga zoti Llajça kritika që vjen nga shteti i Slovakisë që nuk e njeh Kosovën, zoti Borrell nga Spanja, u prit një qasje pak më e re proaktive nga përfaqësuesi i ri, nuk ka lëvizje. Domethënë unë se kam pa as shpesh në media, në deklarata, i ka pas disa vizita në Kosovë dhe në Serbi, por aty ka mbet. Po është e vërtet, po edhe tash themi drejtën, as qeveria e Kosovës nuk ka tani një legjitimitet shumë të fuqishëm të shkojë të bëjë marrëveshje pa se jo, po flas vitin e fundit, po ki drejt. Absolutisht, po, në detyrë. Është qeveri në detyrë. Mandej edhe interesi e Vučićit tani nuk është shumë i madh për të arritur një marrëveshje. Ai besoj që 2-3 vitet e ardhshme do t'i jap fund karrierës tij politike, s'pakun këtë formë. Ai vazhdon në forma të tjera, çështje tjetër, po pra nuk i shkon për shtati, nuk i shkon finalizime. Nuk i shkon absolutisht për shtati, i ka shku për shtati 2018-2019 kur janë zhvilluar bisedat intensive për korrigjim kufeve ose ndarje ose quani si ta doni. Po tani nuk ka ndonjë. Prandaj është çështja se si do të gjej Kosova përgjigje ndaj dhe ne gjithë këtu i shoh shumë njerëz anko thonë na i solli kjo qeveri sanksionet u bë prishin me ndërkombëtar me kjo amerikanët. Po kjo është vetëm gjysma e vërtetës. Cila është tjetra gjysmë? Tjetra është domethënë çfarë duhet bëjmë që të hiqen sanksionet? Duhet të themelohet asociacioni i komunave serbe. A jemi të gatshëm ta themelojmë? Pra aty është problemi. Elementi kryesor i është elementi kryesor. Edhe a jemi të gatshëm? Kjo pyetje duhet të shtrohet në shoqëri. Nuk mendoj që ne duke shoqënia mediat, opinioni, politikanë duke ikur kësaj pyetje mund ta zgjidhin problemin. Edhe nëse vjen një qeveri tjetër, ai do të ballafaqohet prapë me të njëjtën pyetje. Dhe duhet pasur guxim, o e bëjmë ose bëjmë. Ajo që u kritiku gjatë kësaj periudhe është le të themi një farë qasje jo koordinuese me partnerët ndërkombëtar. Dhe kur po them me partnerët kombëtar, ti e din sakt, me shtetet kryesore të Quintit, me të cilët i kanë ndihmuar Kosovës Dorën Zamor edhe në njohje, edhe në integrime, edhe në antarësimin e organizata evropiane dhe botërore të rëndësishme. Ne kishim domethënë iniciativën tek Këshilli i Evropës, e cila mbet së fundi kishim njohjen shumë të rëndësishme që ndodhi le të themi këto 2-3 vite fundit, pra i kemi 2-3 njohje në arenën ndërkombëtare, nuk ka ndonjë zhvillim për shkak të shumë tema dhe kritika në Kosovë ndaj qeverisë kur këtë situatë është që s'ka koordinim, s'ka bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Tash unë nuk e di sakt sa është domethënë koordinimi. Në disa çështje me siguri është dashur të ketë një koordinim pak më të mirë, sidomos duke pasur parasysh që instanca e fundit për mbrojtjen e Kosovës mbetet KFOR-i, i cili ka mandat për mbrojtje të kufeve. Kosova i ka disa kufizime, nuk mund të dërgojë forca të caktuara FSK në veri të Kosovës. Kështu që në këtë drejtim gjithsesi do të ishte e duhur që të ketë një koordinim, të mos ketë edhe një obsesion vetëm me temën e veriut të Kosovës, edhe nga kjo qeveri, do thonë që mos jetë vetëm fokus aty. Absolutisht, është një fjalë e bukur gjermane që thonë të mos shohësh malin duke shikuar lisat. Okej. Edhe unë mendoj që ekziston edhe një Kosovë tjetër, ajo është 80%, domthonë pjesa tjetër ku duhet të kishte një kujdes shumë më të madh të qeverisë sa i përket zhvillimeve të ndryshme, dhe të mos ketë vetëm një fokus vetëm në çështje të sigurisë në veri të Kosovës. Po janë disa çështje tjera të cilat më duken pozitive, ne nuk po flasim më për targat e serbëve që i bartin në veri të Kosovës, targat e Serbisë. Nuk po flasëm juve me siguri ju kujtohet çfarë drama pa të bërë kur ndalu dinari.
Ishin zgjedhjet serbe, ishte referendum paralajmërohej katastrofë humanitare, nuk ndodhi asgjë. Natyrisht që unë nuk jam pajtu atëherë që dinarit ndalet mbrenda 30 ditësh, ose duhet një komunitet që ka përdorur një valutë 30 vite, 20 vite, ti duhet t'ja krijosh një farë faze kalimtare, nuk është para. Por çka jam kundër është një lloj kështu krekosje, ngritje e muskujve që ne tani jemi si Kosova është tani padrone e veriut. Në radhë parë duhet ketë një përpjekje për dialog me serbët lokal aty. Mendoj që mbi kokat e ty në shumë vështirë tash të imponosh vetëm me policinë, me forcat të sigurisë. Në këtë kuptim do desha të them që më duket pak jashtëzakonisht problematike kur pisha për shembull vin gazetar nga Shqipëria me 5-6 kamera, defilojnë në veri. Edhe keti përshtypjen, sikur atje, domethënë nuk ka asnjë serb, domethënë ata nuk merren fare parasysh. Dhe nuk mund t'i injorosh ata. Ajo është janë qytetar të Kosova është shteti i tyre. A e konsideron ata atë 10 e tyre, nuk e konsideron çështje krejt e tyre, por është shteti i tyre sepse shumica e tyre po pajisen me dokumentet e Kosovës dhe Kosova ka të drejtë edhe obligim që dhe si shumicë ne kemi për obligim që jemi gjithsesi. Në këtë kuptim mu më duket edhe se na nuk kemi vetëm populizëm në politikë, ne kemi populizëm shpesh edhe medial, që është po aq i domshëm sa që është edhe populizmi politik. Ajo që kam po për shembull, Sherodhe kisha një podcast me zotin Nenad Drashić, edhe që lëm përshtypje gjatë këtyre viteve të fundit në zgjedhjet në Kosovë, për shembull te shqiptarët po edhe te komunitetet tjera, ki 2-3 parti të cilat bojnë garë, vogël te Bosnjak, edhe në Mamush kishte garë, kishte ballotazh. Çfarë kemi parë për shembull në raportet e fundit edhe të vëzhguesve të BE-s, edhe të organizatave vendore, lloj intimidimi, kërcënimi ndaj komunitetit serb, të cilët nuk janë me listën serbe. Kemi po edhe këto rradhe. Domethënë jo që po them vetëm unë, e tha zoti Nenad Drashić, i cili garoi me partinë e tij për herë të parë si subjekt politik në nivel lokal. Çam la përshtypja është thotë që për herë të parë në 6 komuna të Kosovës, 3 në pjesën veriore dhe 3 në pjesën jugore të Kosovës ka arrit me pas një asamblesë, megjithatë është një lëvizje pozitive, kur po them lëvizje pozitive, pra sepse dihet edhe Vučić reagoi në kohë të zgjedhjeve duke thënë që do të hapi vende të reja të punës për të gjithë ata që janë me listën serbe. Dhe kësaj radhe ndodhi, e pa edhe në Klokat, kur një kandidat ishte në garë le të themi në balotazh, në moment fundit ai kandidat u bashkua me listën serbe, ndërkohë që Serbia sot ose dje e emëroi person në detyrë për një komunë paralele të institucioneve atje. Pra ndikimi i Serbisë megjithëse ka qenë shumë i madh gjatë këtyre viteve, e pak po kemi këto politikanë serb në këtë diskursin që e përmendëm me të drejtë në hapësirën mediale edhe tek ne që edhe te komuniteti serb ketë lloj demokracie më të madhe. Pluralizëm. Absolutisht. Kjo është e vërtetë, por mua çfarë më ka shqetësuar jashtëzakonisht shumë është që edhe ndaj zotit Rashić edhe nga eksponent saktuar këtu nga jeta publike ka pas një farë fushat, thonë jo, po ky nuk është serb tamam, se tamam janë këta të listës serbe. Po kush e përcakton këta? Po mandje ka pas edhe krahasime edhe më të tmerrshme, dhe mu vjen keq për shkak se te zoti Rashić sidomos ka pas presion jashtëzakonisht mëdha edhe te rrethi familjes së tij. Gjali ti nalet ka 4 orë, e ka thonë këtu vet 4 orë kur ka kalon kufirin Kosovë-Serbi, çdo herë ka 4 orë nalet nga sigurimi shtetëror i Serbisë, vetë ka thonë. Edhe unë mendoj që ne duhet t'i çmojmë të gjithë ata qytetarët të Kosovës, pa marrë parasysh etninë e tyre, për aq sa janë edhe lojal ndaj shtetit të Kosovës. Do mendoj që zoti Rashić ka dëshmuar që është lojal ndaj shtetit të Kosovës, do mendoj që nganjëherë më duket më lojal se edhe shumë shqiptarë të tjerë këtu që bëhen sikur janë patriota ku dione. Kështu që po në radhë të parë esenciale është të ketë sa më shumë dialog, Në këtë kuptim qeveria e tanishme që është në detyrë nuk është se ka shkëlqyer, por as nuk kanë zhvilluar as shumë dialog edhe me opinionin publik në Kosovë, domethënë. Gjë që kishin thënë dorën zamër para se më ardhmë pushtet që do të kemi dialog me serbët fillimisht, nuk e di pra a ka ndodhur as ka ndodhur. Tash nuk është edhe aq e lehtë për shkak të presioneve të mëdha nga Beogradi, për shkak të etiketimit të njerëzve, të cilët në atë moment që zhvillonte një kontakt me politikanët shqiptar,
etiketohen si tradhtar, u vështirësohet jeta, sepse këta kanë lidhje familjare në Serbi, mund të kenë edhe prona atje ndërkohë, ku dion. Dhe natyrisht që kjo është jashtëzakonisht ata janë në një situatë jashtëzakonisht të vështirë sa i përket pozicionimit. Megjithatë mendoj që kjo qeveri është dashur të bëjë shumë më tepër në rivendosje të dialogut. Nuk mund të zgjidhet kjo çështje vetëm me çështjet policore, ndonse unë besoj që pa një ndërhyrje të tillë, siç ka qenë në 3-4 vitet e fundit, veriu do të ishte të funksiononte faktikisht si një kanton i ndarë i Kosovës, ku ne do të vështronim Prishtina do vështronte nga distanca dhe Serbia do të priste momentin kur do ta pushtonte tërësisht. Mund të rindryshoj kjo tash pasi rikthimet të kryetarëve të komunave me shumicë serbe në pjesën veriore, sepse në pjesën jugore të Kosovës ata ishin në detyrë, ki Graçanicën këto 5 kilometra për Prishtinës ose Shtrpsën. Krejt varet si do të cilën ata, nëse do të vazhdojnë provokimet, largojnë flamujt e Kosovës, simbolet shtetërore të Kosovës, marrin vendime që shkojnë kundër interesave jetike të Kosovës. Kjo është vërtet të parashikohet, po mendoj që kapacitetin që kanë pas për shkaktuar trazira, siç ishte për shembull blokada të rrugëve, për hedhje të bombave, për barikadim me kamion të ndryshëm, po. Ky potencial nuk ekziston më, nuk është së zhdukur, mund të ketë vazhdimisht provokime, po nuk është ai nivel i skaluarës. Do të jetë një test interesant që do të ndodhë shumë shpejt. Do të shohim se si do të sillen kur të hyjnë në zyrat e tyre. Zote Robelli, e nesëm me shumë tema, e nesëm për Kosovën, për ngërçin politik, për situatën, për ndikimet rajonale, për geopolitikën, për Kosovën, dialogën. Te pjesa fundit pak po kam dëshirë edhe te ajo se çfarë është duke bërë zoti Enver. Unë e di që përveç krimeve bën përkthime, botan, shkruan, po edhe ajo se roli i diasporës në relacion me Kosovën. Shpesha në Kosovë diskutohet kjo çështja që ka të bëjë diaspora, remitencat, parat, po vinë po votojnë në Kosovë, tash po shtohet ushtu që kjo në fund gjatë kohëve të fundit nuk jetojnë këtu, po vinë më na votu edhe më na ndryshu rezultatin. Në Zvicër ka shumë komunitet shqiptar, domethënë Zvicra, Gjermania po besojnë janë dy shtetet më të mëdha ku ka shqiptar të Kosovës dhe të shqipfolës nga kjo pjesë. Çysh jetoj po relacionin Kosovë-diaspor, sidomos në këtë aspektin e bashkimit pak më të madh, jo vetëm të remitencave që e kemi parë gjatë viteve të fundit. Nuk është që ka ndoshta ndonjë zhvillim shumë të madh që po vinë këtu shumë investitorë nga diaspora, po ka aty këtu ndonjë përparim, ta zom me vetë faktin që shumë shqiptarë në Zvicër kanë themeluar ndërmarrje ndërtimore, ata marrin edhe shumë material në Kosovë. Sidomos industria e drurit ka një zhvillim jashtëzakonisht mirë në Kosovë falë shitjeve që i bën në Zvicër dhe e konsideroj si një nga zhvillimet më të mira të mundshme. Këto tjerat nuk është se për shembull në të kaluarën kishte shumë këto iluzione që do kthehen njerëzit këtu e do të sjellin ekspertizën e tyre. Askush nuk kthehet se është shumë vështirë të kthehesh ti në një vend pasi në një vend tjetër 20-30 vite të jetës tonë ke ndërtuar një jetë të re, një karrierë të re. Më duket paksa iluzore, po nganjëherë politika është një farë tregu ku shiten shumë iluzionet. Që është shumë e rëndësi edhe debati për çështjen e a duhet marrë pjesë diaspora në zgjedhje ajo, mendoj që kjo çështje nuk mund të shtrohet, sepse nëse dikush e ka shtetësinë, ai mund të votojë, nuk ka shtetësi klasit parë dhe klasit dytë, domethënë shtetësi më shumë vlerë dhe më pak vlerë, kush ka pasaport mund të votojë. Mua që më shqetëson dhe që ka kritikoj vazhdimisht dhe kam kritikuar është mos interesimi i shqiptarëve në Zvicër ta zënë për politikën zvicrane. Sikur të ekzistonte interesimi i njëjtë që ekziston. Ka më shumë interesim për zhvillimin politik në Kosovë, por jo për në shtetin ku jeton, për shembull. Në kuptim të interesimit në jetën e përditshme, domethënë ç'a tha ky e ç'a tha ai, po kur e shikon domethënë se sa marrin pjesë në zgjedhje, nuk është edhe marrin shumë pjesë në zgjedhje në Kosovë. Nuk është se marrin shumë pjesë në zgjedhje. Po
interesimi, për debatet, për çapo ndodh, është shumë më i madh se ta zon për Është tipike ballkanike? po, jo vetëm tipike ballkanike, po ndoshta edhe një farë mungese interesimit çapo ndodh në Zvicër, sepse ndoshta demokracia zvicerane që është direkte, ka vazhdimisht përveç zgjedhjeve, ka dhe referendume, duhet të interesohesh shumë për tema, si do të votosh, ndoshta kjo shumë njerëzve i duket diçka e tepër. Ndonse për të qenë shumë sinqert, edhe te zviceranët nuk është interesimi shumë i madh. Po, megjithatë, mendoj që te shqiptarët, nuk është e mundshme që vetëm ta zon Zürich të marrin pjesë 8-9% shqiptarëve me drejt vote në zgjedhje. Është shumë pjesëmarrje e ulët. Që në këtë drejtim më them që do duhet kishte një rritje të interesimit për të marrë pjesë ose për të marrë pjesë në jetën publike zvicerane. Po shpesher ndoshta këto gjenerata të reja më shumë, apo ti e përjeton atje shen? Pjesërisht, jo, nuk është nuk po vrej një trend, po. Sa i përket diasporës, mendoj që duhet të ketë një përfaqësim të interesave të diasporës në Parlamentin e Kosovës. Duhet të ketë, për shkak se megjithatë njerëzit kanë pruna këtu, kanë familje dhe kanë edhe interesa legjitime. Nuk ka asnjë dyshim. Absolutisht po. Po unë ma shumë mendoj që duhet ishte mirë të kopjoj modeli kroat, ku diaspora i dërgon 2-3 deputet, edhe ata 2-3 deputet përfaqësojnë interesat e diasporës në kuvend, siç është në kuvendin e Kroacisë, në Sabor. Ndërkaq këto model që ka funksionuar. Më duket më e drejtë, më e përshtatshëm si qasje, sepse ata zgjedhen nga diaspora për të përfaqësuar interesat e diasporës edhe kanë fokusin të temat e diasporës. Unë nuk e di çka pret dikush për shembull që prej Bernit ose prej Gjenevës, prej Cyriut voton një kandidat në Peja, në Gjilana, në Kamenica, në Lipjana. Edhe ai sinqerisht pret që ai do të merret me problemet e diasporës, një deputet që vjen nga Lipjana, nga Peja. Nuk besoj. Ai do të merret në radhë parë me problemet e bazës aty ku është prej nga vjen, domethënë kështu që në këtë kuptim nëse dikush vjen ta zëm si deputet nga Zvicra, nga Gjermania këtu, si përfaqësues i diasporës, ai do të ketë një çështje tjetër. Edhe kështu do të shtendosë edhe ky debati pastaj që diaspora po ndërhyn në proces ose po ndërhyn në zgjedhje ose sikur këta po e dinë më mirë çka është. Këta po na kallzojnë neve. Pikërisht, po çfarë po ndodh këto. Po, që është më mirë, këta po e dinë çka është më mirë për neve, po. Mendoj që është pak problematike ta zëm kur në një komunë 40 vota diasporës mund ndryshojnë rezultatin. Kjo më duket në kuptimin e cilësisë demokracisë më duket pak problematike. Po është çështje që duhet ta zgjidhë politika, nuk mund ta shtyni debatin kot me ofendime të ndërsjella, sepse fundit, unë e them gjithmonë, diaspora është si Kosova. Ke njerëz jashtëzakonisht të suksesshëm, ke njerëz më pak të suksesshëm, ke edhe mashtrues siç ka edhe këtu. Domethënë, nuk është që mund të thuash ka dallime në mentalitet, në kulturë, në kjo diaspora këta janë krejt më ndryshe. Kështu që në kuptim nuk është aq thjesht situata. Për fond po du me në aspektin profesional ti vazhdon me kolumne, shkrime, opinione edhe në Kosovë, edhe në Zvicër, bën përkthime të ndryshme, por edhe boton vepra. Ka diçka të re që shikuesi i këtij podcasti, lexuesi i pasaj i asoj kur ta publikojmë këtë podcast, pret diçka të re, sidomos në relacionet që kanë të bëjnë për shpeshherë unë shoh te lloj një farë mungese të pasqyrës së Kosovës sa më shumë në arenën ndërkombëtare, dorën zemër. Nuk kemi shumë prani, edhe na duhet me pranu këto. Unë para një viti me një miktimi kemi themelu një shtëpi botuese me idenë që kjo shtëpi botuese të funksionojë si urë lidhëse mes kulturës shqiptare, jo vetëm kulturës Kosovës, në radhë parë kulturës Kosovës, po jo vetëm dhe diasporës. Dhe mendoj që shumë njerëz në diasporë që janë të integruar mirë, janë jashtëzakonisht suksesshëm. Ata deri më tani nuk kanë pas ofertë kulturore. Do thonë niveli i jetës kulturore në diasporë ka mbetur te tubimet e ndryshme përkujtimore, patriotike, advetare dhe me këngë e valle popullore, të cilat e kanë vlerën e tyre, as nuk du t'i gjykoj, as t'i paragjykoj, janë shumë në rregull, por mendoj që kultura është diçka më shumë dhe kultura është diçka më shumë atëherë kur ne komunitetet shqiptare arrin t'i tregojnë edhe palës tjetër
që ne nuk ofrojmë vetëm valle egzotike nga Ballkani, po mund të ofrojmë edhe një vepër letrare. Dhe kjo ka qenë ideja dhe kemi fillu me disa botime, edhe po shpresoj që të vazhdojmë, po nuk është ideja të vazhdojmë vetëm me tekste në gjuhën shqipe ose libra në gjuhën shqipe, por edhe në gjuhën gjermane, sepse shumë shqiptarë që jetojnë në Zvicër, Gjermani dhe Austri, bëhet fjalë për rreth 1 milion njerëz, një pjesë e tyre, sidomos të rinjt, e kanë me vështirë të kuptojnë gjuhën shqipe, të lexojnë gjuhën shqipe, dhe ata me shumë dëshirë do të kishin një libër në gjuhën gjermane nga letërsia shqipe. Por njëkohësisht, dhe mua ma kanë thënë shumë njerëz që vinin në promovimet e librave tjerë që kam organizuar në Zyrich, thonë që ne nuk po kem, kur duam t'i dhurojmë diçka një miku gjerman, austriak, azipson, nuk kemi një libër që do t'ja dhuronim, t'ja prezantonim pak Kosovën. Kjo është ideja dhe Shtëpia Butuse është në Zvicër? Po, Shtëpia Butuse ka seli në Zvicër, po natyrisht pa e harru Kosovën, sepse vazhdimisht jemi përpjekur që t'i përkrahim edhe shtyp shkronjat këtu, duke i shtypur këtu librat, dhe kjo ka qenë domethënë ajo ideja fillestare. Mandej nuk është ideja vetëm botojmë libra, është ideja që Shtëpia Butuse Dora d'Istria të funksionojë si një lloj platforme ku ne mund të thrasim edhe artist ose shkrimtar nga Kosova. Dhe diskutime të ndryshme. Edhe diskutime, po dhe të thrasim shkrimtar nga Kosova që t'ua prezantojmë veprat në diasporë, sepse edhe te librat vlen ai rregulli numër 1 i alpinizmit, që thotë nëse shkon ti te kodra s'vjen kur te ti. Nëse shkrimtarët Shtëpitë Butuse nuk shkojnë te lexuest, vështirë lexues do të vinë te ti, edhe diaspora ka dhe shumë më vështirë, sa për shembull ata vinë, vizitojnë këtu familjet e tyre, ndoshta ndonjëri gjen edhe një ditë ka pak kohë të dalë në Prishtinë, të dalë nëpër librari të blejnë ndonjë libër, por shumica nuk e bëjnë, kanë obligime tjera, janë pushim, dhe ideja është që t'u ofrohen njerëzve sa më shumë libra. Sinqerisht nuk jam edhe shumë i brengosur ai lexojnë apo nuk i lexojnë, sepse ndoshta mas 10 vjetë një fëmijë i tyre dikush do ta lexojë, do t'i kujtohet, kështu që në këtë kuptim ndoshta pak jam shndruar edhe një lloj argati vullnetar kulturor muajve të fundit, gjë që po e bëj me vetë mohim edhe me vullnet dhe pasion. Po me vullnet dhe pas një ambicie përfitimi, po duke parë edhe jehonën që ka qenë jashtëzakonisht e madhe, edhe interesimi njerëzve në promovimet e librave që kemi organizuar në Zyrich, mendoj që ky angazhim shumë ja ka vlejt, edhe arsyeja pse kam quajtur Shtëpinë Butuse Dora d'Istria ka të bëjë për shkak se Dora d'Istria ajo ka qenë një grua me origjinë shqiptare, po princesh rumune e martuar me një ros e ndarë nga Rusi, e cila ka ecur gjithë Evropën. Mes tjerësh ka qenë edhe alpiniste në Zvicër, kështu që mu ka dukur shumë e përshtatshme që edhe ti kodra të Zvicrës dorën zemër skelon, po mdokët vend pa. Në këtë kuptim unë po e vazhdoj punën e saj edhe në Alpe, po edhe sa i përket botimeve. Zotin Robele, nuk besoj që ka më mirë se me përfundu me këtë pjesën e fundit për libra, kulturë dhe me alpinizëm. Faleminderit shumë për kohën që ndove me neve për të diskutuar për zhvillimet politike, për aktualitetin politik, për rajonin, geopolitikën, e mbi të gjitha diasporën edhe kulturën. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Shikondërore, ishim me Enver Robele, gazetar, shkrimtar e publicist, për të diskutuar për temat që ju keni pas mundësi dhe do të keni mundësi të shihni në këtë podcast. Shihemi në podcast përballje të radhës në telegrafi.com.